Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Lemës Allahu xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Laudata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Përmendëm një nga pikat kryesore dhe themelore që padyshim nuk duhet ta anashkalojmë në asnjë citat, asnjë kur mësojmë për emrat Allah xhallahu ala, e që ka të bëjë me dashurinë tonë ndaj Zotit te bareke ve teala. Nga se padyshim kush e njeh Allahun azza xhall detyrimisht do ta don. Nuk është e mundshme me njoft Allahun xhallahu ala mos me dash. Nuk është e mundshme me njoft Allahun xhallahu ala e mos më parul dhe mos më nështru. Është e pamundshme. Çdo njeri që është larg Allahut azza xhall, wallahi fillimisht është larguar me dije, pastaj është larguar me vepra. Dhe çdo njeri që është afruar Allahut azza xhall fillimisht është afruar me dije, pastaj është afruar me vepra. Qase nuk ka mundësi një ignorant ndaj Zotit xhallahu ala, nuk e njeh Allahun te bareke ve me adhuru. Edhe nëse adhuron, adhurimi i tij nuk mund të jetë i cilëtetit të kërkuar të duhur. Nga se mund të shndrohet në rutinë, në një veprim mekanik i pa shpirt, i pa ndikim, e që nuk kërkohet për një tim i kështu adhurues Allahut azza xhall. Prandaj edhe kësaj radhe emri El-Hamid është ai i cili na ushqen zemrën me dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Dashuria e cila padyshim pastaj i ka përjetimet e veta, e ka ndikimin e vet në jetën e përditshme, i ka reflektimet e veta pastaj dhe manifestimet në jetën e besimtarit edhe në aspektin praktik e kështu me radhë. E dyta që dua ta përmendi lidhe me emrin, me ndikimin e emrit El-Hamid është që të marrim disa ajete ku është përmend ky emër i Allahut xhallahu ala. Dhe të shohim se me çfarë emra është kombinuar dhe ky kombinim çfarë na jep neve realisht. Çdo emër i Allahut azza xhall, nuk është rregull. Çdo emër i Allahut azza xhall reflekton një përsosmëri të Allahut xhallahu ala. Domethënë, nëse Allahu thotë se është Ar-Rahim, apo do të thotë i mëshirshëm, kjo më kupton se të gjithë të tjerët janë larg prej kësaj. Allahu xhallahu ala është ai që nuk ka përfshi mëshira e tij çdo mëshirë. Prandaj çdo kur themi El Alim i gjithdijshëm, kësaj radhe jemi duke emërtuar dikë ndryshe, jo sikurse emërtimet e përditshme që i themi dikujt dietar i dijshëm kështu më radh. Prandaj çdo emërtim i Allahu xhallahu ala në vetën e tij përmban një lloj që ulemat thonë El Kemal, përsosmëria, kulmin në raport me neve se jo me Allahu xhallahu ala që mund të arrijë ndokush. Andaj Allahu xhallahu ala është i plotin tëra që e ka emërtuar emrin e tij, vetën e tij. Kjo nëse vin emrat e ndar. Për shembull vjen El Ghafur, vjen El Rahim, vjen El Alim damas. Ndërsa kur të vinë të bashkuar, të kombinuar një ajet, Ibn Qayyim rahimullah thot se tash një emër i plot dhe plus një emër i plot japin një të plot tjetër tash. Nga se çdo emërtim i Allahu xhallahu ala domosdoshmërisht duhet të prodhon tek ne madhrim ndaj tij. Edhe kur përmenden të ndara, por edhe kur përmenden të ngjitura. E kur përmenden të ngjitura, ato edhe të ngjitura kanë një reflektim, jo të ndarë, po të bashkuar. Pra në Allah thot El Ghafurur Rahim, El Ghafur e ka një kuptim, El Rahim e ka një kuptim, por kombinimi i Ghafur Rahim e ka një kuptim tjetër, tretën që e qetë ato. Andaj edhe këtu, emri Allah El Hamid në mësum, po kur kombinohet me një emër tjetër, e ka një kuptim të plot tjetër që edhe një motiv ekstra për të lavdruar dhe për të madhruar Allahun te bareke ve teala. Dhe kjo është prej dijeve të holla, që jo çdo kush ja kushton vëmendjen kësaj. Jo të gjithë njerëzit në këtë mënyrë kërkojnë kudo që kanë mundësi të ushqehen me madhrim të Allahut xhallahu ala. Qase besimtari në ditën e zbrast, na nuk mund ta lavdrojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Na nuk mund ta madhrojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Ne jemi të zbrast, ne jemi të uritur për këtë. Dhe në anën tjetër kjo dunja na zbraz dhe më shumë. Dunja zbraz dhe më tepër nga lavdrimi Allahu xhallahu ala. Pse? Nga se fillon njëri me u lidh me sebepe, me njerëz. Sa më tepër lidh me njerëz, fillon më tepër ata me i lavdru, ata me i përmend. Apo dhe kjo fillon gjithmonë edhe atë zbehje me zbehje edhe më tepër. Edhe atë varfëri me varfëri edhe më tepër. Edhe atë mungesë me mungu edhe më tepër. Andaj besimtar duke ditë këtë që qenësisht është i varfër dhe pastaj edhe rrethanat e bën edhe më të varfër,
kërkon çdo stacion ku ka mundësi të mbushet me madhrim dhe Allah xhallahu ala që të mbushet. Po, nga sikurse njëri i cili ka më shku larg dhe e din se ato që ka më nuk i mjafton. Ai në çdo stacion ndohet me mbush. Nëse këta pak që harxova, më mirë të mbushi çta pak, më shtynë edhe pak më tutje atje apo. Në çdo stacion që më mbush atë. Prandaj ne duhet në çdo stacion që për neve është mbushje, duhet të ndalemi e që të mbushemi mirë. E mbushja më mirë bëhet që të ndalemi tek fjalët e Allahut azza xal, tek emrat e tij. Dhe çka do të kemë mundësi të ndarë, të bashkuar, të kombinuar, këtë çka ka mundësi me prodhu, madhrim dhe Allah xhallahu ala dhe motiv për falërim dhe lavdërim, duhet ta marrim për çdo rrugë. E përmendëm fillim se është përmend ky emër 17 herë në Kur'an dhe në të gjitha rastet është përmend i kombinuar me emrat e tjerë. Prandaj edhe kjo ka ndikimin e vet në ditën tonë që kur të kuptojmë edhe të shoqëruar me emra të tjerë çfarë kuptimi jep. Për shembull është përmend i shoqëruar me emrin e Allahut Ghaniyun Hamid. Dhe këtë në disa raste, Ghaniyun Hamid. Një prej tyre është përmend në surën Bakara edhe në surën Fatir. Edhe në tjerat, po i përmend këto dy raste kur është përmend emri i Allahut El Hamid i kombinuar me emrin e Allahut El Ghani. El Ghani e kemi marrë këtë emër të Allah xhallahu ala, por shkurtimisht ai që nuk ka nevojë për asken. Apo që ata dhe i thonë njëri të pasur i thonë Ghani. Pse? Pse është i pavarur për shumë tjerë, ai që ka s'është varet për kërkujt. Më dosh punon, më dosh punon. Më dosh rrin me ato, më dosh rrin me kërkon. Në kuptim kësaj, pasurisë ka nominal me dikon për autoritet, ka nominal me dikon për dituri, ka nominal me dikon për shëndet, por pasurisë ka nevojë. Andaj në këtë aspekt i thotë i pasur. Nëse Allah është El Ghani nga çdo aspekt. Apo çka i duhet njëtë Allah xhallahu është i pasur në drejtim. Si duhet më net me kërkonas për kurrë për asgjë. El Ghani dhe El Hamid që thash është përmend këtë rast i kombinuar me emrin El Ghani. Kuptimin El Hamid e përmend më herët. Mirë. Ku është përmend El Ghani El Hamid? Shikoni ajetin e parë në Bakara, domthon ndëgjim pak me meditim. Sa të kemi mundësi apo. Allah xhallahu ala thot: "Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Wa'lamu anna Allaha Ghaniyyun Hamid." Fet Allah xhallahu ala për dhënien që duhet më dhon dikujt, minimum dikujt. Qof më dhon dhurat, qof sadaka, qoftë zeqat, çka do të t'jap besimtarin në kësaj bote. Allahu thot: "Wala tayammamu al-khabitha minhu." Tayammum është njëri më amojt anën, më amsy. Wala tayammamu al-khabitha minhu. Mos e mësoni gjithmonë ato që e keni ju të padëshiruar. Çka s'dvin me gjithë sa t'jap, jap ajo që si vin kur. Apo mos u bë me jap gjithë ato që s'vin. Apo s'u vin që shtrat, s'u vin çto kpuca, s'u vin çto, mos e bë me jap gjithë vetë çat pjesë që s'vin ty. Apo wala tayammamu al-khabitha minhu. Ma vetë ato që je urrani, khabith e dyt. Çfarë më thonë? Ja i bëti ku sa gjyn për llog. Mos e bëm si dhënës me këtë mentalitet. Apo jap vetë ato çka jam me gjyn për llog jam me jap. Mos e bëni kështu apo. Madje Allahu thot tunfiqun po bëni nafaka po japni infaq po jamën që po japni walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Nëse ju s'e kishit marr kur pos çorraz. Po çorraz e kishit marr. Me të gjithë 10 sene çorraz me ka po, të ka rahise ty. A kështu me vetdije, sy qel kur s'e kishit marr atë. E pse pro jap dikujt tjetër për këtë punë? Edhe Allah thot wa'lamu dinë mirë se Allah është Ghaniyun Hamid. Apo Allah xhallahu ka ball me pasur këtë rob që të si japi ato që ti dën ato. Ghani edhe El Hamid. Apo Allah xhallahu ala është i lavdruar në këtë situatë. Në çfarë kuptimi Ghaniyun Hamid? Ghani është se në këtë rast e ka bu një palë të mvarën për palën tjetër. Në çdo aspekt. Për shembull, në aspektin e pasurisë, një kategori ka pasuru, një kategori ka varfëru. Apo kategorinë e varfër e ka bërë të varur nga kategoria e pasur.
Një kategori, Allahu xhallahu ala e ka pajis me dije, tjetër e kalon në ignorancë. Këtë kategori e ignorancës e ka bërë të varur nga kategoria të diturve. Apo një kategori Allahu xhallahu ala e ka sprovuar me smundje, e tjetër i ka jap dije për shëndetin, i ka bërë këta të varur për këta. Apo Allahu xhallahu ala thotë në këtë veprim është El Hamid. Është i lavdruar edhe pse ka bërë kësi ndarje mes kategorisë njerëzve, nga se këtë e ka bërë për t'ju sprovuar. Nërsa mos mendoni kur se kjo kategoria e varur në pejuve, mbet e varur në gjithë, nga se është El Ghani, ai që të ka dhënë ty jep edhe këtij, madje më mirë se ty jap. Prandaj ruaje, shiko, përfiton nga emri i tij El Hamid, që të përfitosh në vazhdimsi nga emri i tij El Ghani. Nga se kush të ka pasuru? El Ghani. Kush të ka bë ty që të jesh në dallim për tjetërt, është El Hamid, ai lavdrohet për këtë dallim. Apo, lavdrohet për këtë dallim. Mirë, po edhe këtë dallim që ka bërë, lavdrohet edhe kur e ndron këtë dallim. Prandaj vazhdo me përfitim nga emri i El Ghani, nga se ai që ta ka mundsu që të përfitosh nga emri i tij El Ghani, është i lavdruar vazhdimisht. A është e qartë? Allahu xhallahu ala surën Fatir çka thot? Thot ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. O njerëz, me krejt që i keni ju, krejt tub me i bo bashkë, dijen që i keni, pasurin që i keni, fuqin që i keni, krejt që do që të keni, entum, ju, njerëz, krejt përflin këtu. Apo, ja ju hënnas, o ju njerëz, të gjithë ju, prej ademi të alësam dhenje më në këjame, krejt që ka keni ju, krejt që ka keni. Në qovë se e qitë një paralatën, që jarab që të në kemë, nuk e kaloni vinë e varfrisë, ki pasot e caktojnë, apo, pragu i varfrisë, për shembull do vënë është $1 ditje, dikun $3 ditje, apo varësisht prej standardit jetësor e përcaktojnë edhe vinë e varfrisë. Sa njerëz janë nën apo nivelin e varfrisë, e sa njerëz janë të varfër, e sa janë mbi këtë vi. Bëjnë statistika. Ne me krejt çka kemi, apo me krejt çka kemi mbesim të varfër. Apo një të varfër, fukara tek Allahu xhallahu ala. Apo wallahu huwal ghani. Kur bjen fjala për të pasën, Allah është ajo. El Ghani. Edhe ajo është El Hamid. Ajo është i lavdruar. Ai nuk ka nevojë, apo nuk ka nevojë për asgjë që vjen nga fukarallëku juve, apo këtë që vjen për fukarallëku juve s'ka nevojë për të. Nga sa ajo është i lavdruar. Vetë sikur se kemi thënë. Nuk e bën Allahun më të lavdruar, dhe nuk e bën Allahun xhallahu ala më të pavarur, më të pasur, ajo që vjen nga fukarallëku. Jo Allah. Dhe kjo është si shembull kë në kësaj bote. Në njëri ka miliarda kollë një ko. Këtë çka në këtë dynjë, në rrafën e dorë i ka apo? Edhe një 10 fukara janë duke pastru shpinën e tyre apo. Edhe sa që shivyn, thonë, na ka bë mirë kënjë, pse s'ja çojmë këtë hedhje apo? Apo, për në këtu jenë të pa nevojshme për fukarat. E çfarë të mëna për ta që gjithmonë e ka ato më të luksuze, më të larta. Sa i bën për shtypje kjo? E mund në marr ato sa mos më i prek këta, më në nçmu, apo për këtë hedhje. Se përndyshe asnjëherë mos më marr kurrë ajo, kur fa për shtypje si bën ato. Në Allahu xhallahu ala ndëruar e pranon adhurimin ton, e pranon adhurimin ton në rahmet për neve. Se jo që ka ndonjë vlerë të madhe ato që na bëjnë për Zotin xhallahu ala. Qas na gjithë në fukara. Gjithë në fukara. Gjithmonë. Dhe nuk mundemi asnjëherë këtë epitet me rrugë të sot. Njërin këtë botë, ka i pasur dhe ka i varfër, ka i ditur dhe i paditur. A kanë mundësi këto statuse me ndryshu? Kanë mundësi. A ka mundësi i varfëri më bëj më i pasur se i pasuri që ka qenë kohën e tij? Ka mundësi. Ndryshon statusi. A ne nganjëherë edhe i pasuri e ka këtë konsiderat, edhe sillet pak më me kujdes me të varfën se nuk dihet çu sillet puna. Le të bëjë kam nevojë për këtë. Andaj ndoshta ja pranon ai hedhje, ja fal ndonjë gabim, thotë se këm duhet dikon, kalkulon dikon. Edhe pse është i pasur, e ky është i vënë për momentin si duhet kurrë, por kalkulon për të ardhmen. Si kalkulimi Allah nuk i bën kurr, nga se të gjithë i varfën. Kurrë s'do të pikë kësaj puna. Kurrë. Edhe në paq miliardave apo ti i varfën. Kurrë gjë s'ki ti heq atë. Nëse Allah mbetet El Hamid. Jo një gjithmonë të varfën. Prandaj çdo
cilësi, çdo virtyt, çdo vepër që e ka njëri, e që për shkak të saj lavdërohet. Apo për shembull dikush lavdërohet për shkak të shkatësisë në fitimin e pasunisë, lavdërohet filoni apo halal i koft. Apo tjetri lavdërohet për shkak të dijes që e ka. Tjetri lavdërohet për shkak të trimërisë që e ka. Çdo vepër që e kemi, që Allah ka shpërndarë mes neve si rrezik, edhe që lavdërojmë për shkak të saj, të gjitha këto në esencë në advarë nëse kemi. El Hamidus Allahu Azza Jall, ai është që prej tij na ka kjo lavdat atë. Sikur se detyria na ka prej tij, sikur se rreziku na ka nga buja e tij, edhe lavdrimi na ka prej tij atë. Andaj çdo një që lavdërohet për diç, nuk duhet që lavdrimi me ngrit, me bëmë ndjemat, sikur se shumicën për njerëzve e lavdëroj njerëzit, e pastaj lavdrimi i njerëzve e bën mu largu pe Zotit atë. Jo Allah, nëse lavdrohesh, afrohu nga burimi që të ka lavdata, e që është El Hamid. Ai është El Hamid, ai është El Ghani, ai është që i ka çdo gjë dhe të ka jap diçka për asaj që ai ka. Dhe për shkak kësaj të ka për asaj që ka, ti e bëj lavdruar. Andaj lavdroje të lavdruarin që të ka bëu ty ti je i lavdruar. E jo që lavdrata të njerëzve, zakonisht njerëzit e bëjnë me haru Allah xhallahu ala, subhanallahu. Prandaj injorimi i njeriut, burimin e dijes së tij, burimin e fuqisë së tij, burimin e autoritetit të tij, injorimi i njerit, kjo është nga veprat më të dyta që mund ta bëjë njeriu në jetën e kësaj bote. Apo a nuk janë prind të tu burim i ekzistencës tonë? Po. A ka vepër më e nënçmuar dhe më e keqe se njeriu më i injoru prindët e tij dhe mu tregu mendjelar në tyne dhe më nënçmu për devet, a ka më e keqe se kjo? Nuk ka nga se. Ata janë burimi yt. Të shikon hiç më s'me kon këta. Allah i ka bërë sebeb është e vërtet, po këta janë burimi. Ose me njëri burimin e mësimit, apo me nënçmu dikën, ose me përbuz, ose me harru, ose të shumta që ka qenë burimi i mësimit të tij. Aja ka mësuar këtë punë. Kjo është më e keqja, mund të shmesh mund të bëni atë. Qase keq ka din, është e vërtet. Thotë dikush ku mund të mësoj dikun tjetër, po ke mujt, ke mujt. Normalisht, por Allah ka përzgjedhur se ky me kon përmes së dera apo. Që kemë kon përmes saj. Prandaj nuk duhet të harru kur burimin e mësimit që dikush na ka mësuar në xhair. Çka do koft? Ni shkrojnë që na ka mësuar dikush i mbetemi bashkë dinë në kıyame. Nga se me çfarë shkojnë ka mundsi i ka mësuar dhe të tjera. E me 10 tjerë i ka mësuar 20 tjera, e pastaj me tjera i ka mësuar tjera kështu me radhë. Në gjithmonë e ka një fije. Gjithmonë një punë e mirë ka një zanafil. Është e pamundshme. Gjithçka ka zanafilin e vet atë. Prandaj ti kthehemi zanafilës. Dhe në këtë rast për çdo lavdë që kemi, nëse lavdrohesh për pamjen që ke, mos të kap kibri. Apo por ktheju El Hamid. Nëse lavdrohesh për shkak të fuqisë, mos të kap mendjemasia, mos të kap vetpëlqimi, po ktheju El Hamid. Nëse lavdrohesh për shkak të dijes, ktheju El Alim, sa ai ta ka mësuar këtë punë, si ti ai që e ke mësuar atë. Andaj çdo kush pinëve subhanallahu e kthejm burim. Këtë që kemi për të mirat Allah xhallahu ala, atëra edhe lavdata do të ketë kuptim. Edhe mirënjohja do të ketë kuptim. Edhe shkëmbimi i begative mes njerëzve do të ketë kuptim. Edhe sigurisht në kësaj bote. Fatkeqësisht mes të njerëzve, pse ka hub, pse u shprish sistemi i lavdrimit edhe i mirënjohjeve, për shkak se është injoru burimi. Për këtë arsye, është injoru burimi i të mirave, andaj injorimi i burimit ka turbullu këtë jetën pastaj përgjithësi. As nuk dihet kush ku ti bën mirë, as kush është më i madh, as kush është më i ri, as kush është prind, as kush është mësues, këtë bë kaos, lëmsh. Nëse ka hub sistemi i respektit, ka hub sistemi i mirënjohjes. Andaj të gjithë njerëzit sot që presin mirënjohjen nga dikush ankohen për mungesë të mirënjohjes dhe për mungesë të falëndrimit. Pse ka ndodhur kjo? Të gjithë janë përfshin këto. Edhe ai që duhet dikujt më ia dhon këta, edhe ai prat për dikujt, këtë kjo në mënyrë zinxhirore. Është bë këtë kaos, pse? Nga se është injoru burimi atë. Po njeriu e lavdon njerëzit, edhe kupton që po mirë, çfarë thosh, tu munu, mos me të lavdu njerëzit hiç. Këtë çka ke bë, hiç kur mos me lavdu afa. Atë shkon më nëse i fort. Jo valla. Kërso Zoti më ditë atë. Subhanallahu, kur njerëzit lojnë tani atë Zoti. Kurse njerëz më ditë nuk thotë kërso Zoti më ta ditë atë. Kënaqem se pja di njerëz atë. Subhanallahu, çka njeri atë. Kur njerëz ja din, thotë po normal, tash njerëz jonë kështu thotë vetë në vet, nëse thotë me shprehje. Apo e kur s'ja din hiç, sa më rëndsi. Kërso Zoti më din. Apo e pse s'po thosh edhe kur po ta din miliona të tjerë, Zoti më din.
E pse atëherë është interesant me ta ditë Zoti, po veç tash, kur e merr kërkush e heq. Po këshir me mush boshllëkun. Apo që sta kanë jap njerëz me Allah xhallahu ala, na u dhubla kjo është pa edukat. Apo rezervë me përdor lavdimin e Allah xhallahu ala, ajo është baza, ajo është esenca. Mos bën përshtypje kurrë me këtë botë. Kur mos lavdoft. Apo edhe këtë lavdofshin çai në raport me Allah xhallahu ala. Mos lëviz imanin këtë drejtim aftë. As mos lëviz bindja për burimin fillestar. Për shkak të lavdatave të njerëzve. Nga se burimi është Allahu xhallahu ala. Pejti kena të gjitha. Wallahi kur gjë shumë ditë mos më pa mësuar jap. Wallahi kur gjë shumë pas mos më na pa jap. Kur kush shumë kon heqna, wallahi mos më na ndëru Allahu xhallahu ala. Heq kërkush nasim, heq absolutisht. Për çka kemi lëvdu Allah? Për çka kemi ngjitur kat? Për çka? Për çka që nuk është e jotja. Apo ta ka jap dikush edhe ta merr kur don? Apo për çka? Prandaj duhet besimtarë që sa më tepër, sikur se kanë qenë selefët më hershëm, sa më tepër janë lavdruar për njerëzve, ky lavdrim nuk është shndruar absolutisht në një vest të keq si mendjemallësia, vetpëlqimi kështu me radhë, por lavdat e njerëzve kanë shërbyer si karburant, apo me ndes zemrën e tyre më tepër vullnetin për adhurim te Allahu xhallahu ala, për ulje në shtrim te Allahu te baraka taala. Andaj lavdatat e njerëzve nuk jashtojnë njeriu të bujar për vetë modestin. Lavdatat e njerëzve vallahi nuk jashtojnë njeriu të fisnik për vetë nënshtrimin dhe përujën e Allahut azh. Nëse njeriu i lig apo rebelohet për një lavdat, vallahi rebelohet për një certifikat, rebelohet për një letër e lën Allahu xhallahu xhelalu. Ky njeri lig, këta njerëz kopras, këta njerëz të nçmuan për buzën, apo këta vallahi këtë bota më shumë i lëvdu, këta s'ngritën kurr, mbeten të lig gjithmonë. Ose njeri fisnik që është edinaj, njeri bujar edinaj ku e ka fillimin, edin kënd duhet me falendru, Allahu xhallahu ala, edin pasaj nuk ka rënë kurr, kudo që të shkon, edin ku duhet i kthehet, apo i kthehet prindve të tij, si haram prindve të kurr, sado që është pasunuar o rritë, këta janë ata. Nuk ka rënë mësuesin e tij, nuk ka rënë shokun e tij, si harran, sado që lavdat njerëzve bujnë me harru këtë punë. Ai e din burimin e kësaj pune apo. Qëse ky është njëri fisnik, ky është një që nuk është nuk e merr në kamp mirësinë e askujt apo. E kush e mundson kët, kush e ushqen kët, njohja e emrit Allahu Elhamid. Ne kërkojmë që këtë dikim të ketë një tonë të përditshme. Edhe kur dikush na lavdron, por edhe ne kur dikën të lavdrojmë. Edhe kur dikën e lavdrojmë. Prandaj ky kasa që është këtu, vëllai që fatkeqësisht ndonjë njerëz duke u anku vazhdimisht e kështu me radhë, ka ardhur pikërisht për shkak të asaj që Allah thotë bima kasabet aydikum. Për shkak se na vetë kena bë. Nëse na dikujt ja kemi injoruar, e ka ardhur Allah na ka thuar me kët. Ose nuk do më kush që ti e ke ndru dikujt, po më ofton që Allah të ka sprovu, apo më shikoj se hajt është për shkak i. Apo kur të lavdrojmë, po vazhdon. E kur s'po të lavdrojmë apo vazhdon? Të këshirëm, sprovat të sinqeritetit ku fërkohet dhe sprovohet sinqeriteti i robit atë. Prandaj ajo që të mundson sukses shumë me të kalu pragën këtyre sprovave është vallahi njohja e Allahut Elhamid. Nuk duhet na shtohet imani as na paksohet. Imani nuk shtohet, as nuk paksohet me lavdata. S'ka vetëm tek Resulullah xhamaa kështu apo. Ulemat kur kanë el-imanu qaulun wa amal. Imani është fjalë edhe është vepër. Yazidu bit-ta'a. Apo yazidu bit-ta'a, shtohet me nënshtim ndaj Allahut. S'ka kërkon nënshtohet me lavdatat e njerëzve. Haj shtohet, imani s'ka bën me këtë punë Allah. Iman, po disponimi i njerit, qefi, kjo diçka tjetër, kjo personale, emocion që e përshkon. Ama imani që është burim i punëve të mira, që është motiv dhe motor që na shtyn përpara, s'ka të bëjë me lavdatat. Po të lavdrojnë më aktiv, të lavdrojnë më pas, s'ka të bëjë me këtë punë. Nëse ti a ke bu për Elhamid, po hajt lavdron. Hajt lavdron bile dikun ku është më mirë. Sikur që të përmend kush është më mirë. Nëse njerëzit nuk përmendin, apo përmend Allahu xhallahu ala. A ka thonë fadhkuruni edhkurkum. Më përmendni, ju përmendni. Ka një hadith kutsi, nëse përmend veten tonë, të përmendni veten time. E kemi afton deri për neve. Nëse përmend Allahu xhallahu ala njëri publikisht, e përmend Allahu xhallahu ala në publik shumë më të mirë se ai që ka përmend Allahu xhallahu ala. Apo, atë nuk mbetesh i pa përmendur. Nuk mbetesh i pa shpërblyer. Nuk mbetesh i pa lavdruar. Atëherë kur ti e din burimin e asaj që
ti e ki. Për asaj që duhet. Andaj, kjo është el Ghani dhe el Hamid. Apo, ai që ta ka dhënë dhe ai që lavdërohet për aq që ta ka dhënë. Në një ajet tjetër në surën El Hajj, që është tash haxhi, Allah xhallahu ala e ka kombinu, e ka përmend emrin e tij El Hamid të ndëlidhur me rrugën që ne u thojmë dhe të Allahut azza xal. Thot Allah xhallahu ala wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila sirat al-hamid. Wa hudu ila at-tayyib min al-qawli, i bjen dhe Allahu i ka udhëzuar ka fjalë të mira. Apo ka se fjalët i kanë dy shtigje, shtegu i mirë dhe shtegu i keq. Këta Allah i ka qitë qëto, këta s'din tjetër, pas me folë mirë, pas me u shprej si duhet. Wa hudu ila at-tayyib min al-qawli. Përmendën Allah xhallahu ala, lavdrojnë e madhrojnë apo. Wa hudu ila sirat al-hamid, dhe janë udhëzuar në rrugën e atij që është El Hamid. Në surën Ibrahim, kur e përmend zbit në Kur'an thot, e përmend El Aziz El Hamid, e përmend rrugën Sirat El Aziz El Hamid, rrugën e atij që është El Aziz edhe El Hamid. Ardhja e rrugës e përmendme në kontekst të përmendjes së emrit El Hamid, edhe kjo ka një kuptim të ndëruar, që të na e ka ndikimin e vet. Njeriu çdo rrugë që merr në kësaj bote, çdo rrugë që merr në kësaj bote, fillimisht llogarit se a ka hesab me harxhu kon këtë rrugë. A ka hesab me harxhu energjinë këtë rrugë. A ka hesab me shpenzu parën këtë rrugë. A ja vlen? A ja vlen? Tar për shembull, a bën njëri me e mend në rrugë me shku një drejtim pa lidhje, as nuk ka tregti, as nuk ka di, as nuk ka kurrë, as nuk ka piknik. Nuk e meni këtë rrugë. Rrugë përkashme, e mësojnë më rrugë tjetër, thotë. Njerëzit kur duhen mu përcaktuar profilet e saktuara, e këqyr, në të ardhmen çka bëjmë, a ka perspektivë, me mësu, këto informata, a mbojnë dobi mu, a ka të ardhme, a ka përfitim, a ka të hyra ky profesion e kështu me radhë. E shikon rrugën atë. Çdo rrugë duhet me u hamend. Çdo rrugë duhet me kalkulu. Çdo rrugë duhet me llogarit. Dhe kjo është normale. Përveç rrugës Allahut azza xal. Mos kalkulo kur gjë heq ato. Nga se e ka përmbyll me El Hamid. Ai që lavdërohet çdo veprim, apo ai ka zbritur ta. Apo nëse lavdërohet Allahu xhalla xhelaluhu, do të ndëruar. Në sprova që u çon rabve. Lavdërohet apo. Nëse lavdërohet Allahu xhallahu ala në dallimin mes krijesave që e bën. Po, se këtu ka dallim dhe privilegje. Qoft kafshë njëri, qoft vetë njerë, qoft vetë kafshë, e kështë më radhë. Që se lavdruat gjitha këto aspekte. A nuk është i lavdruar në atë që e ka përzgjedhur që tjetë rruga që ata që Allah i dënë të afrohen të kaj? E këto nuk lavdruata? Në e pejnë startë, Allah thotë, kjo është siratullah, kjo është siratul Aziz El Hamid. El Aziz, që ka i bjenë? Në këtë rrugë, kjo është rruga e të gjithë fuqishmit. Kjo së mposhtet kur, kjo rrugë së mshelet kur, po rrugë mire, po e mshelet, fakulteti mire, po ta mshelet fund, apo kjo së mshelet kur, mos i gale, apo kur nuk mshelet kjo rrugë, së rrugë El Aziz, e ati që është i gjithë fuqishëm, ati që ka pushtet mbi gjithë, kur së në mshel udhën e Zotit, kur, kjo së mshelet kur, andaj kur mos më nëse, po na 20 vjet po falem, po tani opet ti më fal, mos i ke gale, opet ki më vazhdu. Nga se ato që ka Allahu xhallahu ala e ka hap që rapët ti mesin të kur s'ka mujtë në mshel. Heq kur! Se s'ka mujtë kur me mshel. Andaj kur nuk mshelit ta. Edhe më su hamend, se gjatë që rrugë këme pas kërkesa, ndoshta për lodhje, për shpenzim, për ngarkesa, gjë që i jap material shejtan me të hamend ku pas koti, e të këqyr të ku të gjëra. A javlen? Gjithë javlen. Përgjigja më e mirë në këtë rast është El Hamid. El Hamid. S'ki nevojë ja thot. Për shembull, më dëshmoj diku se a ja vlen me ndërtu që tu po ja vlen çe. Ta duhet më aqit 200 faqe, pse ja vlen? A ja vlen me mësu kët
drejtim, po ja vlen. Pse ja vlen? Duhet me shpjegu një sat. A ja vlen kët, duhet shpjegime të gjëra. Përgjigja më e shkurt që ta bën si vezvese nefsi dhe shejtani. A ja vlen valla? Mu prish me këtë familjen. A ja vlen mu prish me shoqëni? A ja vlen me lën këtë pasuni? A ja vlen me lën këtë autoritet? A ja vlen? Thu ja vlen se është El-Hamid. Shkurt. El-Hamid. Apo i lavdruari. Andaj çdo veprim që e bëjnë këtë drejtim është i lavdruar, nga se vije nga i lavdruari. Çdo veprim që vije në këtë drejtim është me i shoqëruar me mirënjohje, nga se vjen nga mirënjohësi që e meriton mirënjohjen. Prandaj shikoj këtë kombinim e rrugës që ne e ndjekim këtë rrugë me El-Hamid, me emrin Allah xhalla wala El-Hamid. Prandaj çdo sa vjen hamendja, thuaj El-Hamid. Sa ardh vjen vezvesja El-Hamid. Sa vjen ngarkesa, thuaj El-Hamid. Çka do të vije? Të themi El-Hamid. Nga se ky kombinim që ka e jap një kuptim të kësaj natyre apo. Dhe ajo që ka ardhur kombinimi në Kur'an, pe kombinime të shumta është ka ardhur në surën Fussilat. Allahu xhalla wala thot kështu në këtë sure, në ajetin 41 dhe 42. Inna alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Flet për kategori njerëzish të cilët janë pozicionuar gabimisht përballë fjalës së Allahu xhallahu ala. Kan pas keq kuptime dhe paragjykime për Kur'anin. Allahu xhallahu ala thot innal ladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum. Ata të cilët e mohuan e dhikr. E ka thënë Allahu xhallahu ala Kur'anin me emra të ndryshëm. Një prej emrave të Kur'anit është e dhikr. Çka është e dhikr? E dhikr është përmendje dhe autoritet. Andaj kush don të jetë i përmendur, le t'i kapet Kur'anit. Kush don autoritet, le t'i kapet Kur'anit. Kush don kënaqëri, është me Kur'an. Ka se emri ka autoritet ky libër. Emri ka përmendje ky libër. Andaj ata që e mohojnë dhikrin, lamma ja'ahum posa urdhi, a nuk e din ata, a nuk janë ata të vetëdijshëm se innahu lakitabun aziz. Kjo është libër e ka thënë gjithashtu tash cilësimi i radhës kitabun aziz. Aziz është pe izza, i ngritur. Kjo është libër i lartë, apo ju s'keni takat me kontestu këtë libër. Është shumë më lart se ju. Sikur që e kam përmend në disa raste që njerëzit kanë e marrin të drejtën, më marrin me do punë që s'u takon atyne. Apo dhe këtë e konsiderojnë për shembull e drejta për vendosje. Allahu kitabun aziz, çka bën aziz? Aziz i ka dy kuptime, i rrallë, se s'ka kësi libri. S'ka kësi libri, zgjon kërkon, lyp ku dur se gjon, që të kimu këthi opet për të vërtetën. Dhe aziz i lartë, i ngritur, shumë më naltë se aftësit e juaja intelektuale, shumë më i lartë, apo se përvojat e juaja, shumë më i lartë se, ndaj, si takon juve, ju me shiku, po a është e drejtë me zjedh, ti s'ki drejtë me zjedh, apo e drejtë me zjedh është do fusha tjera. Për balë Kur'anit, këtu nuk ka drejt zgjedhjeje. Apo këtu ka ekzekutim, këtu ka zbatim. Kjo është e kërkuar. Andaj sot për shembull kur flasin për mbulesën e femrave, thonë ban pe moshës 18 vjeçare, e nuk ban pe moshës 15 vjeçare. Pse? Nga se nga mosha 18 vjeçare ka të drejtë zgjedhja e japën. Andaj nëse e zgjedh vetë s'prish punë. Ama 15 vjet s'ka drejt me zgjedhja. Ka 15 vjet ajo ka mundësi të manipulohet në zgjedhjen e saj, apo ka mundësi të manipulohet në zgjedhjen e saj. Prandaj nuk bën më mbuluar. Mirë, këtu çka është kjo absurde? Çfarë është e paqëndrueshme kjo? Thashë valla është marrë me këtë dilemë. Apo është marrë me këtë. Po çfarë dy gjëra po do më i përmendëm. E para, ajo duhet me zgjedh njërin për ta. Jam u mulu, jam u çplu. Njërin me zgjedh. Apo nëse e kena mlu me zor, po nëse kena çpluar me zor, të dy jetën me zor. A janë të dy jetën me zor? Nga se në asnjë rast e s'pas ka të me zgjedh. Nëse e ka zgjedh zbulimin, apo a është edhe kjo mundshme që ja ka imponuar baba zbulimin, edhe në këtë rast është imponim s'ban. Një sikur është mbulesa. Minimumi është që janë të barabarta. Apo atër kush i jep përparësi njënës, deklarata e çikës. Nëse sa thotë unë shtëpi du, s'po që e marrin parasysh, sepse që s'ka ka komplete, është hala e mitër, apo po s'po ku një deklaratë që na jap
njërin për zgjedhjeve nga dy imponimet e mundshme. Apo? Po kjo s'është më rëndësi për neve, apëtën. Ne i themi se jo 15. Hijabi mbulesa e gruas, apo? Nuk ka të bëj me zgjedhjen. Apo? Si kështë të bëjnë e kësoj bote? A e zgjedh fëmiju në klasë parë, mi apru 5 abetara. Mi thonë, cilë po ki qefti zemër me mësu në klasën e parë? Apo? Qaj që ki qefti, Ministria e Arsimit e ka parasysh, se duhet me respektu të drejten e përzjedhës, edhe qatë të mësujmë na. Një mësës ekstra të abim ty, me të mësu abetojnë që ti po ki qef. A bojnë kështut? Ja imponan. 20.000 zanzë ja imponan. Që kjo është abetare, të pëlqen mirë, të pëlqen të rëtë shpia. Edhe në shpesën me ne do të marrë me mësu. E pse? Apo, pse këtu nuk bëhet më vetë përzjedhje vëllaptën. Këtu ka ekzekutim. Pse? Pse këtu ka një autoritet, i cili është i përcaktuar për me të kallëzuar ti çfarë duhet më bëti. Nuk shkon bëhet gjithmonë pas zgjedhjeve çfarë po dojmë. Nuk e ka fonton dëshirash. Çka duhet të zgjidh? Jo. Ka autoritete që ata janë për me zgjedh. Ata zgjedhin. Edhe ka kategori që zbatojnë. Çështo të dunjaja vëllaptën, gjithmonë çështo. O çështo. Ka autoritet që përzgjedh, ai përzgjedh, autoriteti. Autoriteti i Ministrisë së Arsimit përzgjedh. Autoriteti i Ministrisë së Financave përzgjedh taksat. Përzgjedhin. Ti e çka bojnë? Zbatojnë edhe kush si vet apo dën as po dën Allah. Ose normal është kjo punë. Ligji që funksionon. E mirë. Nëse Allahu ka përzgjedh që në këtë moshë femra me kon. Ju s'poleni mu kontestu autoriteti i Ministrisë së Arsimit për të përzgjedhjen e teksteve mësimore. S'poleni mu kontestu, duhet më mësua aftë. Edhe pse ka përzgjedhje Ministria e Arsimit që 95% të deklaruar musliman janë deklaruar musliman, apo megjithatë Ministria e Arsimit po është e arsyeshme se 95% musliman nuk kanë drejt me mësu për fenë e tyre, edhe kjo po respektohet, edhe është ligj, apo edhe s'kan drejt me zgjedh ata, edhe pse janë mi moshën 18 vjeçare që po lipin me kon kim besim, o pet nuk respektohet. Pse është në autoritet to që ka thonë që kanë mësuar. Në rregull. E kush e ka përzgjedh që ta ketë shamin kjo vajzë në kokë? Në qoftë se ka përzgjedh Bashkia Islame, atëra e kthyer me autoritetin, kush e më i lart, sipas ligjit apo. A është Bashkia Islame, a Ministria e Arsimit? Tani bojmë ato vlerësime të caktuara, gjykata vlerëson, apo falni, respektojmë dëshirën e juaj, po kjo është autoritet më i lartë se ju edhe ky vendos. Nëse pazare hihet po, lejohet Ministria e Arsimit me vendos moshën. Po nëse Rabbul Alamin ka vendos moshën afton. Tash me cilën autoritet kena me qitë në gjyq? Apo? Allahu ka thonë se femra si të hinë moshë madhore, 13 vjet një pas, 14 një pas, 10 një pas, ka me qitë shamin. Kjo është autoriteti i Rabbul Alaminit. Zoti i gjithë shkruaj ka vendos. A ka autoritet në këtë dunja që anulon këtë autoritet? Edhe thot, ju na themi se përzgjedhja, po s'ka, këtë është e anuluar, këtë është e papranuar. Këtë është e papranuar. Dhe krejt që ka bën këtë tim e kontrollojmë dhunë që bën ndaj neve, nga se është në nënçmim për neve pranuna një autoritet që jo anulon, po që spaku e sfidon autoritetin e Zotit të gjithësisë atë. Prandaj nuk është mbulesa çështje e të drejtës dhe përzgjedhjes, por çështja e zbatimit sikur të shumë tjerë që ju i bëni këtë botë. Nëse ka bën këtë punë qëra zgjedh, apo ose mos zgjedh, as 15, as 13, as 95 vjet në post, apo këtu ka këtu janë sektore që ka zbatim këtu s'ka, po tek qyren apo po s'ka këtu me zgjedh Allah. Nuk ka këtu përzgjedhje. Këtu s'ka, nuk ka të bëjë kjo me drejtën e zgjedhjes, nuk ka këtu bëjë me moshën. Këtu ka të bëjë me ekzekutimin. Veç me një rast mund të kontestohet zbatimi. Kur personi i caktuar nuk ka aftësi mentale për zbatim. Atëherë po, njëri sikur se në punë të tjera. Njëri në çmendur nuk e bin në shkollë. Sa ati më thon, ç'kjo është abetarja, duhet më mësu. Ai e gjunë edhe shkyn. Se s'ka aftësi për zbatim. Apo a në këtë rast privohet nga zbatimi, jo për shkak të mungesës së përzgjedhjes, por për shkak të paaftësisë për zbatim. A po kuptoni? Edhe në këtë rast, nëse ka ndonjë femër që i ka 15 vjet, edhe hala nuk din me dallu, sa lidhet shamia në krye në kom, i themi se ki bashkë më luaftë. Po se nuk po din me zbatu. Ka problem në zbatim. Ja çet në kry, ajo pe krye merr e lidh në bel. Apo ka problem mental to. I themi këtë se ki bashkë më lu. Kjo bën me shkollë pa shami.
Ne pranofshin në shkollë, edhe na pashami e bëjmë kabull apo. Ç'është? Ama ajo që ka aftësi mentale, edhe intelektuale, e kupton i themi qyre vajzë nderuar, çike nderuar, Allahu xhallahu ta ka obliguar më mbulu moshën madhore. Ti je hitë moshën madhore. Duhesh më mbulu. E çka mbulesa? Po që mbulesa në shamin kokë që vendosni mantill që vesh, nuk bën më duk flokët tua edhe këto përballë këtyre këtu më radh. A e kuptova? Po e kuptova. E ke bërë me zbatu pra. Procedura e shamis është çesajde. Jo ka punë ata me e bartë të japta. Jo ka punë ata me e bartë të japta. Prandaj Allah thot këtë rast Aziz, ky libër është më i lartë se më nënshtrua ligjeve të juve opton. Se më nënshtrua ligjeve të juve, ky libër nuk bën. Ky libër nuk i nënshtrohet absolutisht eksperimenteve të juve, as shkollimeve të juve. Kjo është më lart se këto. Ju mund një dhënë me bë këtë punë. E keni më dhënë përsi parallat për këtë çështë detyrimisht. Por a ka autoritet që ka mundësi me e kontestu ndonjë të vërtet të Kur'anit? Nuk ka mundësi atë. Le të mbledhen miliona institute historike në botë apo mëresh, nuk kanë mundësi me ndërhyrë historinë e Musa si Ibrahimit alayhisalam, ka se e ka Hazizu që manal ose instituti i historisë apo. Historian mirë me do gurë të tjera që që ka pas sajtë, e lënë këtë punë. Ata që Kur'ani ka gallzu, ka marr fund kjo punë. Apo pshënë në përmendora diku na diçka mushin me gjetë, çka është e juvja. A çështet që kanë bojnë me ato që Allah i ka vërtetuar, Kitabun Aziz. Kush je ti me kontestu të vërtetën historike të Kur'anit? Kush je ti? Askush e heq, se kjo është Aziz. E kundërta e Aziz cila është e dhelil, se ka Aziz i ngritur dhe ka dhelil i ult. Është nuk është përputhje atë. Sikurse në vendim të akademisë të shkencave të arteve që kanë marrë 20 akademik atje, apo edhe foshnjorja e caktuar që në çfarë emri ka, apo kanë marrë vendim që ky vendim i akademisë s'është në rregull apo. Kush e ka marrë vendim? Foshnjorja Filan Fisteku apo. Ai bën përshtypje tash akademisë më qiu tash të shqyrtojmë na se të këqyn çapo po. Kjo çesharake apo. Kjo çesharake. Andaj na kur dikush po ne konteston çështjet e Kuranit apo më qiu po hajtë të këqyrëm, çka kemi këqyr. Leja ata në foshnjurën ata ata se marrin vesh këtë punë. Leja ata. Ky është vendimi i Kuranit, më i lartë se këtë akademitë mundshme këtë botë. Andaj le të mbetet Kurani është Aziz, asu në ulat e kërkosh, le të mbetet zemra tona Aziz. Allah thot la yatihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi. Kjo dëshmi Allah. Kjo dëshmi që Allah thot për të la yatihi al-batil. Në asnjë anë si vjen e kota heq. Nga asnjë anë nuk i vjen e pa vërteta. As për para, as për mas, në asnjë anë. Nga çdo anë ka te kapsh është i vërtet. Ka te qysh është i vërtet. Pse? Ka se Allah xhallahu thot tanzilu min hakimin hamid. Nga se ka zbritur gjithkusht Allah. E ka zbritur ai që është hakim, ai që është i urtë, ai që çdo sen vendos vend vet. A ti do më kallzo ku më qit këtë puna? Ai është hakim. Ai çdo gjë vendos vend vet, edhe është hamid. Ja pranoi ti kët, as ja pranoi kët, ai mbetet hamid. Nuk varet lavdrimi Allah xhallahu ala as të çmohet urtësia e tij, as të vlerësohet puna e tij pe juve. Someto opton, jo. Andaj shikoj këtë gjë hakim edhe hamid. Ai është hakim, është i urtë dhe dëshmon për këtë emrin e tij hamid. Kur kush mos dëshmon për këtë çështje apo. Dëshmon për urtësinë Allah xhallahu ala, emri i tij el hakim apo. Emri i tij el hamid. Pa shikoj këtë kombinim që jap fuqi ndikimit të librit të Allah xhallahu ala tek ne dhe kuptimit të drejtë asaj që ka në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra këtu kombinim të ndëruar që kanë ardhur. Apo shë, hakim e ka një kuptim ndarës, hamid e ka një kuptim ndarës, po kur bashkohen e japin një kuptim tretë të radhës që e fuqizon edhe më tepër atë që e ka bërë hakim ndarës edhe atë që e ka bërë el hamid ndarës e kështu me radhë. Kjo është jeta jonë, kjo është fiku jonë, që kjo është përkupimi jonë, që kjo është meditimi i Kuranit, që kjo me çka më të mirësh me të, me çka ushtetizëm. Lej ato pallavrat e tjerëve dhe ti lëjmë ato filozofitë e tjera nuk na duan absolutisht. Le të mbetet ky libër edhe në zemrat tona Aziz, nga se ai që është el Aziz është Aziz. Ai që është i gjithfuqishëm dhe që është i lartë, ky libër është i lartë. Le të bëhet në zemrat tona i tillë, apo i lartë në çdo aspekt. Në leximin e tij, e në kuptimin e tij, e në meditimin e tij, e në praktikën e tij, çdo vepër që ne e bëjmë si pasojë e kërkesës së Kuranit duhet që të na ushqen me kënaqësi, nga se buron nga ai që është burimi i kënaqësisë, vjen nga ai që është
i larë dhe i ngritur. Andaj nuk hamendemi, nga se hamenda i thënë Elhamid. Apo nuk gjynzohemi, nga se në mban kenar Elhamid. Nuk zmbrapse me asë njëre, nga se në mban vazhdimisht për para Elhamid. E kështu më radhë nga kuptimet e shumëta që dalin nga kjo emër, nga kuptimi i drejti i këtij emri edhe ndarës edhe i kombinuar me tjerë. Edhe për fund dua të them se ky emër ka ardhur i kombinuar sikur të thënë me El Aziz El Hamid edhe në zbitjen e Kuranit. Apo që thash, "Sun jam shel rrugën Zotit kërkosh apo." Ai ka qel. Apo ai ka qel me këtë Kur'an në rrugë për xhenet. Kërkosh në shel rrugë Kur'an. Kursun në shel apo. Andaj spuna për xhenet e kit garantuar valla kurs mshelet kur hecën në mshel kërkosh ato. Absolutisht. As në mshel xhenemin kërkosh. Ato e ka përgjigjë Allah për mëkatarët, për zëmçar. I ka me qel, madje çat qel ka me se sa që gëlltitë do të helmin me zid. A ka hala se halane më më marrë atë. Andaj këto s'mshin në kur nga se kjo është Siratul Aziz El Hamid. Kjo është rruga e të gjithfuqishmit e që është i lavdëruar. Edhe Allah xhallahu ala këtë El Hamid e ka përmend edhe me një rast që është më rëndësishme ta meditojmë. Në surën El Buruj, kur flet Allah xhallahu ala për keqtrajtimin dhe dhunën që janë ushtruar mbi një grup besimtarësh, apo çfarë kanë bërë ata? Ata kanë bërë një tentim të dështuar si zakonisht për të smbrapsë nga besimi ata që besimi në Allah ka zonë rronë zemrat e tyre. Pa s'ka mundësi Allah. Nuk ka mundësi, nuk është e mundshme. Nga se dallon rëndësisht pastaj qasja, motivi, këtë dallon atë. Para kësaj t'ja bëni një shembull konkret për këtë punë. Për krahas të zullumçarëve vëndëruar gjithmonë gjatë historisë. Për krahas të zullumçarëve, ata që i përkrahin zullumçarët. I përkrahin ata gjithmonë jo për shkak se janë të bindur në atë se ata bëjnë mirë. Edhe pse rrejnë ata thonë, këta janë vërtet, ky çfarë që ky sistem është këtë gënjin. Gjithmonë përkrahja bëhet për shkak të interesit apo. Gjithë. Edhe këta janë çaq të keq, çaq që të verbruar pas interesit, saqë nuk shohin mu argumente as fakte. Krejt që ka shohin është, çka? Krejt që ka shohin është shpërblimi apo. Nuk ka më me shku fakte, nuk ka më me shku, po ka dalë se mos bëjmë zullum këtu në njerëz, hiç s'ka gale. Apo na cenojnë interesin, apo na cenojnë dunjan. S'ka më argumente, s'ka më shkencë, s'ka më dije. Interesi I ka vepruar për gjithçka. Kështu ka ndodhur me këta djelmosha e me këtë grup njerëz në surën Buruj. Po para kësaj do të më përmend një shembull që e qartëson këtë më tepër. Kur Musa alayhi salam, vallahi ky Kur'an subhanallahu larg nga pitia. Musa alayhi salam kur e ka prezantuar misionin e tij para faraonit atë. Ashtu pen lexon një rast historik, ama gaburimet e sakta që don skok Hamid mos u hamen më heq lezosh shlir lezo. I ka thonë ti si e Zoti, s'mund nuk konti Zoti. Zoti është Allahu që ka kriju mua e ty kështu më radhë. Mirë ka thonë faraoni, a keni argumente pra që të ka qenë Zoti ty? E pse kjo slipet kështu apo? E pin start ja me kudo që është i lkundër, tërmet ju ka shkaktuar apo? Se s'tash zin që lyp. Njëri kur ndjen çka lyp, e shoh që është I tensionuar për mbrana. Tensioni ka bëu që me lypsen e palidhja apo. Njerëz sikur se Ibrahim as kur ka thonë atij, ka inna Allaha apo ka thonë Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam është ai që ngjall jap jetë dhe dekën. A ka kopë të panika më herë. E morën vesh paget. Apo ka unë dhonë ngjall edhe çka ka bëu ka kop njëre ka mbyt një ka lshuar. A çu ka kjo problema? Ata njerëz kur ti ka panika, bujnë veprime vesin, bujnë palidhe veprime don që e sheh që është I tensionuar, po e rrezikohet temeli për punë apo. Andaj edhe veprimet që bën, e pse të shëmtuara, vrasjet, mbytjet, po don e sheh që një agresion I egër është ushtu me dikë, di se këto s'është e buaj me vëmendje. Ashtu është e buaj nga qefi, po një dhunë e madhe mbrëmshme ka shtyni tutë e madhe, e atëre e ke pa, tuta I jap njëri të fuqi apo. Por më mbrojt vet, bën gjithçka apo. Po këtë se kapës është I fortë, po pse është shumë tëz, apo? Asi I fortë me maturit godet. Apo është sigurt të pret godet. Nuk shtetësot. Ai tutzi
bën veprime pa lidhje, në ato pa lidhje të rrok dikun që ka mundësi me dëmtu bagë keq. Po jo pse është i fortë. Po pejtutë sa. Andaj edhe ata të faraonit apo. I ka pru argumentet, faraonit është ka thonë çet argumente. Po tesh. Na jena të folë për të punë tjera ti ai e Zotit ti po. Unë patëm që si ti Zoti. Ti dëshma se je. Po në rregull, hajt që e ka gjujt shkopin, i është ndruar në gjarpën atë. E ka shli dorën në xhep, si e ka nxirr dorën, ka bë dritë madh atë. Ka një hadha le sahir. Ka një kjo është sirbaz atë. E tani çka më bën? Theri sirbazat. Theri magjistart që të ballafaqohen me Musa alayhis salam. Sirbazat janë ekspertë kësaj lamie. Logjikisht është dashur kur sirbazat vinë te faraoni si ekspertë kësaj lamie, çka është? Me natë me këtë njeri me këshyr, apo a është kjo sera, a është sera, në skoft, apo mirë po këta aksionat e faraoni. As kanë pyet kush është Musa alayhis salam. As kanë pyet ka dalë mos jetu i buzumnir. As ju ka intervjuar ka thonë wa inna lana la ajran. A ka para valla. A pagun ti nëse jam unë me këtin atë. Apo po ka dalë në stanjeri ka mirë, po s'ka lidhje valla, a paguat. Apo andaj sa shumë njerëz që të kesh shtyna atë. Sa më rëndsi, a është e vërteta me dikon, apo i bën zullom, apo shpif për dikon, a paguat. Po, sa më rëndsi, e bëjmë na këtë punë. Andaj faraoni s'ka pas televizion, s'ka pas gazeta. Apo televizioni i faraonit dhe mediat e faraonit janë sirbazat. Ai me ta i ka magjeps njerëz. Edhe sot shumë sirbazat faraonit veç thonë, a paguat, shpifin ma çat dush për ta. Çat dush flasim për ta. Qysh ta bëjmë programin qysh ki qefti. Ja u ndrojmë njerëzve komplet konceptin e dikut. Veç një fjalë kemna. Qysh thëshin gjyshin ton, o inna lana la ajran. A ka në pagesë diçka po? Kanë qysh ja, faraon jo gjvi kë më pagu, po keni më kon të afër me të mi, jeni kon larg kënu, tash këshilltari u bëj ministra, këtë ju bëj këtu. Veç rani për mua ata. Çi kjo histori është gjithmonë ata. Apo çi kjo histori është gjithmonë. Çfarë kanë bë? Edhe këta njerëz, grosht njerëz kanë, na besojmë në Allahun azza xal. Apo duhet më u kollë, më u djeg. Po s'jem na vetëm në shoqni që s'po besojmë se jo vëlla. Edhe Ibrahim alayhis ka pas, do ka pasur yje, do dillën, do hanën, do ka qenë liri e shprehjes së mendimit në kohën e Ibrahimit alayhis. Apo për të tonë ka vlet, apo e ti s'bën me që Zoti jam është Allahu, s'bën. E pse do s'po bëj me marr pjesë pa çto drejtat e njeriu. Këti po mësh me marr pjesë, veç unë s'po bëj me marr pjesë. Pse? E ti s'bën, se ti na e prish këtë tot neve mas neve. E s'bën me të lon ti apo. Na tonë ndeshëm ka pak këtë nevën. Si të vesh ti, se s'nrën me neve. Ti ja e prish, ja del. Njonën apo. E të s'pëdoj me dalë, do të me të qitë, pra. Sigur se luti, Alejsa. Historia e madhe e këtë në punë. Ka thonë, akhrijgjuhu min qarjetikum, qëtë një këta njerëz piktujt, qëtë një piktujt, qëtë një pik punë, qëtë një pik shkolle, pse? Pse mi qitë? Ka innëm unasun jetë të harun, këta e në të pastrojnë, nësë pastrojnë. Nësë pastrojnë të tome, kur tonë së pastrojnë, së janim erë një të ditë, apo? Po si të konë të paqë, një e tjera me hera pëtën. Duhet me qitë të paqë, se në delë fara aziz. Mirë të që se në leo mëti. Shika subhanallah, në duhet me qitë të njerës. Qështu gjithë konë me shdo pejgamber. Edhe me këta, ashabul ukhdud. Këta që kjo ras është subhanallah, me meritan, bë cikël e ligjeratash. Apo që flet për ashabul ukhdud. Apo për ata të hendekut, ata të vijës, që ndajnë, doksa dhe do asajt, se gjithmonë ka kësë ndare, gjithmonë ka hendeqe, që ndajnë njerëzit, në tonën këtoni i bujnë apëtën. Allahu Gjallahu Ala thot, wa ma naqamu minhum. Arsyeja kryesore pse janë hakmarrë ndaj tyne, ka qenë për kurgjët e tërë. Wa ma naqamu minhum. Shiko, ka ardhë me mohore, e pas mohore ka përjashtimi. E çfarë kuptimi ka kjo? Po Allah s'po thot, i kanë denu për shkak se kanë besu. Po veç edhe diçka ka pas. E ka mbyll nga gjithan, wa ma naqamu minhum. Ata nuk janë hakmarrë ndaj tyne. Hiç illa për kurrë përveç. Ja më kujtosi veç që ka qenë arsyeja vetme en yu'minu billah. Se kanë besu në Zotin. Po cilin Zot Allah? Ha, cilin Zot kanë besuar? Shikoj në nderuar. Ata po dënohen, ata po djegën. Ata po mbyten. Nëse Allah po thot El Aziz El Hamid. Kam besu në Zotin që është El Aziz dhe El Hamid. Është i gjithë fuqishëm, apo?
fakti që po jam myt në rapt, mos kujtoni se keni fituar atë. Apo, ja, nuk e kena bo matin me hupe me fitu qëto. Jo, se kena këtu nuk e kena rezultatina, e kena dikun tjetër. E që atje ju s'muni me nam, kur atje, ajo me i dan tjetër, atje ju s'muni me mbjetu kur, qëto Allah ju ka mundësu me mbjetu, apëtën. Edhe jo për shkak t'juve, për shkak se qëtu do më ngrit gradës, apëtën, më jap gjenet të naltë, apëtën. Apo? A ne mos e matni 1-0, ja mojtëm se ja mojtëm do. Jo, Allah, apëtën, nuk matët me të mytme. Ja, nuk matët, apëtën. Andaj fitoria edhe humbja te muslimant nuk matë me viktima. Ja, kur së matë shtopta? Nga se ka dhonë përgjigje pejgamberi në Uhud Ebu Sufjanit. Mati ja ka dhonë përgjigje. Katlana fil janna wa katlakum fil nar. Nëse keni me të myt, ne në xhenet jeni ju në xhenem. Sa duni shtyjën për ajo. Sa duni, ju ne në atë juft, sa doni. Katlana fil janna, ne në xhenet jeni ata. A se kena me këtë matë me këto ata. E me çka matëm na ata? Na matëm se kur I ke myt që ta, a e ke myt besimin e Allah xhallahu ala apo ka vazhdu? Kur as pas ke bërë. Sa s'ke bo? Kur që s'ke bo e qëpër? Ka se ka vazhdu projekti, ka vazhdu misioni, ka vazhdu adhurimi, ka vazhdu besimi. Andaj në qofë se e mytin atë, edhe burgosin atë, edhe e mbyllin gojen këti, apo? A është përmbyll problemi? Absolutisht jo. Absolutisht. Ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po, dele Abu Bekri. Edhe Abu Bekri dhe shushja, dele Omeri, radiallahu. Edhe Omeri u dek, dele Othmani, e delaj, e gjithë mund del dikush. Apo? Pse? Allahu xhallahu ala, kjo është tarikul Aziz al-Hamid. E gjithë fuqishme të thënë. Andaj, ata kanë besuar ato që është I gjithë fuqishme edhe është el-Hamid. Apo? Ata që ka hekin këtë rrugë, aja është I lavdruari, I lavdon këta. Mos u lufdofshin dunia punë e madhe, I lavdon në herët dhe në xhenet apo. Sisin pa u lufdu këta, kur mos e ke gale apo. Nuk mundeni ju me nënçmuni rob që Allah ka ngjitur. Kur krejt çka keni, mobilizoni në drejtim të nënçmimit dhe përbuzës, do të mbetet I ngritur apo. Nga se El Hamid e ka ngritur apo. Nga se ajo është El Aziz, ajo është që vendos ju ti. Nuk vendos I ulti, nuk vendos I dobti, vendos I forti. A këtë rregull e kanë kuptuar një shumë mirë, pa e kanë thënë pazarin ulti I forti, do njëri I forti. Jo. A thonë sot njerëz I forti çka do mbot? Çashtu vallahi atë. Po cili I fort? Vetëm cili është I forti? Se çashtu është, ç'a doni forti I bën. Po cili është ai forti apo? E çai forti po thotë, ju keni besuar të fortin. Mos keni gale atë. Ju keni besuar të fuqishmin. Ju keni besuar në ato që është çdo gjë në dorën e tij. Edhe është El Hamid. Edhe kur ju lën këta mi vra, lavdohet. Sërtuat për këtë punë. Kur? Nga se ti për shembull me pas një dashëm krizë. Edhe me pas mundësi minimu, po s'du minimu. A lavnosh për këtë punë? Që është lopatë mundësi? Që po të mundësi edhe apo minimu si nimove. Qërtosh për këtë punë. Qërtosh. Nëse Allah xhallahu ala po thotë unë kam mundësi se me Aziz, më mos miliona apo. Po jam El Hamid, apo kjo vepër është e lavdruar. Edhe kjo është lavdruar. Po ka tek çu është jaftë. Këtyre ka emrin Allah El Hamid, dalin të lavdruara këto punë apo. Me ky kombinim me këtyre emrat Allah xhallahu ala, ne hem kur të jetën përsi vëllazë, zhvillime që ndodhin, ka duhet të përzërim, çka duhet të bëjmë, si ti komentojmë dhe analizojmë gjërat që po na ndodhin. Apo se të gjitha tek e fundit janë për ati që është El Aziz dhe El Hamid apo. S'dalin për kësaj. Mund të jenë të çortuara pse unë e bëj. Mund të jenë të pahishme për shkak se mua më kanë prirë diçka. Por në esencë janë për ati që është El Hakim, El Hamid, El Aziz, El Hamid, nga ato kombinime të emrat Allah xhallahu ala që I përmendëm më herët. Andaj lutem Allahun e Madhnuar që të na ushqen zemrën tonë me dashurinë ndaj Zotit të Madhnuar. Dhe të na shton bindjen në këto njohje që po I fitojmë te Allahu Azza Jall. Që ta lavdrojmë dhe madhrojmë Allahun xhallahu ala vazhdimisht, ashtu sikur që kemi mundësi. E për atë pjesën e madhe të mbetur, që s'kena mundësi me lavdru dhe madhru, I themi la uhsi thanan alejk. Ne s'kena mundësi kur me lavdru ty, po ti qofsh I falëruar që din ti për vetën tonë. Qofsh I falëruar o Allah I gjithësisë, ashtu që ti din se ti I lavdruar. Edhe Allahun xhallahu ala, lutem që Zoti xhallahu ala të na ngrit me këtë libër dhe me këtë sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe të na mundson që pa hamendje të futem në rrugën e tij që ka thut Siratul Aziz El Hamid,
rruga ati që është El Aziz dhe El Hamid, mos u hamend pas për para, mos kalkula, as mos numëra, as mos unal, as mos kur gjë, veç ec, heq me shpejtësin e madhe, heq mos e këqër. Nga se jemi në rrugë kur edhe ndeshet paguhen, qofse ndodhin, nëse rruga është e hapur, nuk ka mundësi me e mbyll kurkosh derisa të gjuhësh në xhenet me lejen e Allahu xhallahu ala. Kurkosh në mshël, si del përpara kësaj kurkosh, kush i ka dal qasamehu Allah, e ka qenë Zoti për gjysmë atë. Se del përpara kësaj rruge kurkosh me lejen e Allahu xhallahu ala. Prandaj këto janë ato kuptime që duhet ti marrim parasysh dhe kjo është ajo pe indikimeve që duhet ta shkrim në jetën e përditshme, sikur sa thash fillim, që të përmirësohet edhe jeta jonë. Jo në kuptimin social e material, po të përmirësohet jeta në kuptimin e adhurimin dhe Allahu xhallahu ala. Ta ketë kryet një shije tjetër, një ngjyrë tjetër nga ajo shije që po e shijojmë dhe nga ajo ngjyrë që ne po e shohim dhe e po përjetojmë. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë me kaq po japim fund. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.